tash është një adresë zyrtare, ku kush do, nëse veç pak ndihet që diçka nuk është në rregull, mundet me u anku. Ankesa ka me konë anonime, e kemi mendu sepse kur kemi pyet, po mendoj kemi marrë pak një tip ankete kemi bërë dhe kemi pyet se apo dojnë me pas do thonë me vendos edhe emrin edhe mbi emrin, ajo mbetet tani në diskrecionin e personit që e paraqet ose që raporton një rast, ose eventualisht anonime, një numër shumë i madh kanë thonë që kish me qenë mirë që është anonime, Kosova është vend i vogël, gjithmonë është ajo pjesa e paragjykimit, pjesa mos dikush po të sulmon ose po e kthen në personale. Hapi më i mirë që është bërë është që keni një adresë zyrtare ku mundeni me u anku për gjitha llojet e abuzimeve. Nuk ka përjashtim. Ka raste, nuk është Kosova imune ndaj këtyne gjanave. Qëllimet krejt janë që mas pari me u vetëdisu ose mu ndërgjegjësu, që kur përdoret një term, me u ditë për çka po përdoret. Unë që aty e kom pas atë të lashën ma të madhe, sepse nuk është mirë veç me thonë, është abuzim, po ku pe din, prit pak, këqyre një herë, për çfarë lloje, domethënë të ndonjë incidenti po flasëm. Po du me i quajt gjitha incidente derisa t'ju jepet tamam emri siç duhet. A po flasim andej për bullizëm, apo flasim për neglizhencë, apo flasim për abuzim seksual, psikologjik, sepse ka lloj-lloj. Po, kemi pas raste edhe na si komuniteti i basketbollit kemi pas raste të cilat trajtohen sidomos kur kemi flasëm për ndonjë po e nisi prej pak më të letës, ndonjë bullizëm ose ngacmim seksual, gjithmonë na e shikojmë se a është diçka që mundet me met mrena për mrena Federatës Basketbollit Kosovës, a mundet me u trajtu vetëm prej Federatës Basketbollit Kosovës, apo është shumë serioz edhe duhet me shku edhe me u lajmëru edhe policia këtë rast, ose edhe prokuroria e shtetit. Platforma zyrtarisht ajo nuk është tu dizajnu, nuk është domethënë 100% funksionale, mirë po, numri jam i telefonit edhe email adresa jeme janë pothuajse gjatë 24 orë në 7 ditë të javës të hapura. Edhe aty zakonisht i përcjellin raportimin, nëse ka ndonjë, raportim e bojnë aty, pastaj në atë moment që bëhet raportimi prej dikujna që ka qenë ose si dëshmitar, ose edhe që është pala e dëmtume, përgjegjësia e atij personi aty mbaron. Pjesën tjetër ne e kemi. Pjesën tjetër e ka unë në këtë rast si zyrtare për integritet dhe mbrojtje, por edhe Federata e Basketbollit Kosovës. Na mandej e marrim e shqyrtojmë. Kemi pas një rast, nëse më lejohet edhe këta me thonë, ku personin fjalë ka bo një ankesë për dikon në komunitetin e basketbollit, sapo kemi fillu me bo mbledhjen e provave, me dalme, unë e bëj zakonisht një raport fillestar, në bazë që ati raportit fillestar, pastaj vazhdoj edhe tutje edhe e ndajmë atë rrugën ku duhet me shku me qatë incident, personin fjalë është tërhiq. Më vjen keq vlora, po nuk po du me shku tutje, e kom ndru mendjen. Na nuk e kemi të drejten me e detyru dikon me zor, nëse mundem u shprej kështu shqiptarqe, po që ky zakonisht që kjo është ajo rrugtimi që shkon prej momentit që mirret një informat deri në marrjen e vendimit.